sigurisht më do shkoj. Ata serbe do shkosh prap. Po nuk ka rëndësi më. Unë jam stadium pa rëndësi. Oland. Mendoj që mund ndodh diçka. Oland ka një gjë. Në të tilla raste e rëndësishme të jesh në stadium. Unë për të shkuar në stadium ti e di shumë mirë, mënyrat janë akreditimi, nuk diskutohet fare. Unë dhe biletën që ma kishin prerë ata, sigurisht ishte një biletë shumë simbolike. Sa ishte biletë? Mos gaboj, nuk e di sa ishte, ja 12 euro më duket. 12 euro. Okej, ti parashikoj që mund të ketë. Unë e parashikoj sepse janë ata të paparashikueshëm. Ata janë të paparashikueshëm. Tani, foto tjetër, futbollistët që ka thirrur Silvinho. Ta marrim me radhë ndeshjen ton. Tani, Tami, portier, tani, e para njerë mund të përcaktosh pak a shumë cili do jetë formacioni? Shikom, formacioni... Në port? Strakosha. Nuk do jetë Sheri? Nuk diskutoj fare. Ka në formë të mirë Strakosha? Nuk diskutoj fare. E shikon kështu nga preardhja? Jo, e di si shikoj, nuk e shikoj nga preardhja. Nuk është i sigurt. Aktualisht ka kaluar ta Eku, luan kampionatin grek. Nuk të jep siguri jo Tami tani, Strakosha ka lënë na me gafa. Tashti më pyete kush do luaj, ama më pyeti kush duhet luaj. Sepse pyetja varet si e bën pyetjen, sepse ti ma bëre pyetjen kush do jetë. Po për ty, a je meriton? Mendoj se, shiko, faktikisht Kastrati dhe Sheri aktualisht kanë marrë minuta dhe luajnë një kampionat shumë prestigjos, siç është njëri në Seri B e njëri në Seri A, por megjithatë, unë do thoja që faktikisht pyetja juaj, më thënë lidhur me Strakoshën, është që në momentet caktuara, Strakosha është njësoj si Foti, njësoj si babai vet. Nuk e ka rrit. Jo, edhe një foto ka qenë mirë. Jo, foto ishte shumë i mirë. Shumë i mirë. Priste sa gjëra që ishin pa. Dhe hande në një kështu që ta biste. Po mirë pra, se s'mblet më. Unë tani tifozi Dinamos. Shiko, unë tani nuk krahasoj kush është më i mirë. Po kush është më i mirë? Po, foto Strakosha apo në këto momente? Për mua foto është. Foto është më mirë se i biri. E di pse? Gabimi që bëri Tomasi është që në momentin që u largua nga Lazio, pati një periudhë që ati ku shkoi u duk sikur vari dorezat në një vend që dhe megjithatë ai prap ishte pjesë e kombëtarës dhe ishte titullar te kombëtarja. Edhe pse minuta se ka një gjë. Në kombëtare me minuta 0 është që problem. Sepse të tërë ata që shikon atje në momentin që vinte Strakosha, Kastrati... A duhet ta kishte thirrur... Kastrati kishte një paraqitje shumë... A duhet ta kishte thirrur Etrit Berisha? Tani Etrit Berisha në momentin që është pas skuadër, sigurisht që... Vi tani në të mbrojtja, kush do luajë një herë dhe pastaj... Shiko, tani Mario Mitaj dhe Ivan Balliu janë dy anësorët. Në moment caktuar mund të jetë Ysaj? Mund të jetë Ysaj, po për mua është si e mendoj unë. Ivan Balliu. Po sigurisht. Në qendër është pa diskutueshme Berat Gjemshiti dhe Ismaili? Gjemshiti Ismaili bile që më jepet rasti në këto momente kërkohet nga dy skuadra dhe jo më larg se ka, por Napoli e ka në radar të vet. Ismaili. Po. Dhe kjo është serioze, unë e kam lexuar lajmin. Nuk e diskutoj. Napoli do marri Ismaili. Do të thënë është në radar të tani edhe Ismaili nga Kosova, Gjemshiti në fakt, sa e thon kota nga Kosova, në fakt ai ishte nga Lugini Preshevës. Tani megjithatë dhe bashkëtorën e ka serbe. Tani thuaj diçka këtu. Po. Tani kjo është e rrallë. Gjimshiti, kapiteni i ekipit, bashkëtorën e ka serbe. Tani të na thuaj diçka. Jo që është kapiteni i ekipit, por unë kam thënë gjithmonë që nuk them se u bë mirë që ja hoqë shirin e kapitenit të C-t Ysajs dhe e mori Gjemshitin. Jo, mirë tani se meritonte tani Ysaj përpara këtij tani. Unë çka kam pasur për Ysajn i kam thënë gjithmonë se kam ndjekur ndeshje vërtet. Të kam ndjekur në shumë ndeshje Ysaj ka lënë shumë për të dëshiruar. Sidomos në ndeshjen me Izraelin kur luanim me Kurtrani te Direja. Megjithatë, një nga lojtarët që na bën të ndihemi krenar, domethënë të ndihemi krenar në kampionatin e Serie A, sigurisht është Gjemshiti. Atalanta u bë vite që është në kompeticione, luan kompeticione shumë të larta në rolin e liderit dhe jo më larg se para dy vjetësh ai ngriti kupën e dytë për nga rëndësia. Ore, se mos i thot ajo Serbia. Shiko, Serbia. Mos lë të dha aqmëri ore. Serbia para se ta ketë Kosovar. Tani jo pyetem, Serbia me kë është? Serbia. Pa është punë brenda familjes. Ha, se dim do atë. Po ne brenda familjes nuk po gjejmë dot Tirana Partizani, jo gjejmë Serbin me ata. Tani e bukur është. Jo, kjo është shumë serbe. Kjo është. Ore, bashortja e Gjimshitit në 7 qershor. Me kë do bëj tifozlik?
Për këtë do bëj tifozlik. Unë mendoj që ajo duhet jetë me Serbinë. Ajo duhet me Serbinë. Besoj po fëmijët, ai ka 2 fëmijë mos gaboj? Po fëmijët? Shiko, me babi. Më fal, ka ndonjë gjë të keqe të jetë me Serbinë ajo? Jo, Serbia është tani. Jo, ajo nuk ka gjë të keqe, po ky ç'a burri është ky femine shqiptar tani, që se bën gruan për vete të bëhet me Shqipërinë? Po ky ka gjë që do bëj gola në disa mënyra, kështu që do të fitoj golat. Kjo është batutë e bukur. Do të rakitoj për këtë. Do bëj gola në mënyra tjera. Mbarua me mbrojtjen, me fusha. Paka shumë diet. Ylber Ramadani. Do vjetë Ramadani? Po, Ylber Ramadani. Qa goli kështë bërë më qishe i gol më, ha? Ylber Ramadani, Qazim Laçi, që ka bërë një, domethënë, për mua është, domethënë, kupton. Kristian Aslani? Kristian Aslani, sigurisht, kupton. Playmakeri. Tani, ajo që... Tani i katri? Tani, po, Nedim Bajrami, s'ka... E sigurt? Po sigurisht. Ngathet më. Po sigurisht. Ngathet dhe jo shumë i fort fizikisht. Akoma nuk po i jep Arber Hoxha, nuk po i gjen Arber Hoxha që nga minuta e parë. Domethënë, është këtu është, po si ka mundsi? Nuk e nuk di çfarë, domethënë, kupton. Dhe mendoj që sulmi do të jetë, domethënë, do të jenë të dy, do të them që do luaj me të dy, si me Armando Brojën dhe me Reimane. Armando Brojë do ishte në minutë e parë? Shiko. Në çfarë gjendje është tani? Është mirë, nuk diskutohet që është mirë, Landi, unë e kam thënë gjithmonë. Kombëtarja jonë, në momentin që flasim ne, ka një lider që quhet Gjemshiti. Është kapiteni i ekipit tonë kombëtar, është sepse kombëtarja ka nevojë për një lider. Është lider? Është lider. As nuk ja afrohet Lori Kçanës? Është lider, po. Në natyrë? Po, bile me trofet dhe me ato gjëra që po luan, sigurisht. Shiko, Loriku ka mbetur simbol i një kapiteni. Se ka bërë dot njeri. Ka mbetur simbol i një kapiteni për vetë faktin si brigadier, si i thoshim në vitet 80. Shiko, ka një gjë, energjia, performanca dhe ajo egoja e Lorikut që në momente saktuar tani Loriku na ka bërë që na la me një rytar mangut vetëm nga egërësia sepse Loriku kishte një gjë që edhe ndërhyrjet kishte ato. Pavarësisht skenat e Lorikut me shqiponjën, me tifozat, me atë, sepse e para punës herë bashkë me Asin ka qenë kosovarët e para që erdhën. Kupton? Loriku fare mirë në atë kohë mund të zgjidhte edhe kombëtare tjetër. Mund të zgjidhte sepse ai jetonte në Francë më e kërkua? Ore, jetonte në Zvicër, ai mund të zgjidhte edhe Zvicrën sepse edhe Zvicër po me Franca edhe Franca. Kupton? Edhe kur erdhi, unë mbaj mend shumë mirë sepse kur erdhi atëre, direkt neshin e parë ka luajtur me U21 vjeçarët. Po, e mbaj. Edhe thanë që shiko, ky burri, domethënë, ky burri s'ka ardhur për luajtur me U21-shin. Ky ka ardhur për luajtur me Tani, një pyetje kam. Ore, në Dim Bajramin se kemi harruar ne të gjithë me atë që u bë atëre që çuam në gjykat më të lartë për në shtësinë shqiptare. Mend? E ka justifikuar? Po, sigurisht. As nuk diskutohet. Tani unë këtu kam disa gjëra, domethënë kam disa gjëra. Po keni që më atëherë në smuçi që po djegin fare? Ja pra, domethënë tash këtë keni ju gazetarë që edhe pse nuk keni të sportit, disa gjëra sporti ose më mirë, kombëtarja prandaj është e bukur, sepse kombëtarja nuk është klub, Landi. Por kombëtarja ka një gjë që do të kërkoj ndjes se bësh nga regjia një publicitet dhe kthehemi. 1 minutë. Kamera. Publicitet. Një falënderim për institucionin monetar Manigrama Kinvest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin e njohur transfero shpejt, gjithmonë shpejt kudo dhe kurdo. Akinvest, institucioni i pagesave për shërbimi Manigram, risjell shorteun për klientët e tij. Klient të dashur, çdo tërheqje apo dërgesë që do të kryeni nga data 14 prill deri më 14 korrik, pra nga 14 prilli deri më 14 korrik, me shërbimin Manigram në çdo zyrë dhe agjent Akinvest do t'ju mundsoj të bëni automatikisht pjesëmarrës në shorteun që do të zhvillohet në Diela Shqiptare në Televizionin Klan më datën 20 korrik 2025. Pra, në Diela Shqiptare në Televizionin Klan më 20 korrik 2025. Sa më shumë transferta me Manigram, aq më shumë merrni pjesë në shorte. Për çdo një transfer ju do të kualifikoheni me njëherë si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 6 fitues me një çmim 50000 lekë të rinj, pra 6 fitues me një çmim 50000 lekë të rinj, sapo të kryeni transferin e tretë ju kualifikoheni dhe si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 7 fitues me një çmim 100000 lekë të rinj, pra 7 fitues me një çmim 100000 lekë të rinj. Përdorni pra Manigram dhe fitoni. Faleminderit edhe një herë Manigrama Kinvest, institucionit monetar që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Faleminderit, kthehemi në transmetim normal. Tami, ore, ç'a duhet bëj ky Ernest Muçi më shumë se sa ka bërë që Silvinjo ta fusi informacion?
Mendoj që duhet kapi për qapën Silvinjon. Çfarë bëjmë? Ta kapi kështu për qapën, ti thotë për qapën. Sa se the. Se atë që po bën Landi, atë që po bën ke Beshiktashi, është një skuadër, domethënë, nuk ka. Le që më pëlqen shumë dhe kjo që është produkt 100% i kampionatit tonë. Në një moment caktuar aty vajti një trajner holandez, Beckrost, edhe ai kur shkoi atje, domethënë kishte e shikonte pak problematik gjendjen, edhe u duk sikur sepse është si puna e saj që shiko futbollistat shkojnë dhe nga menaxherët vlerësohen ose ndikojnë nga shumë gjëra, por në momente caktuara që ka luajtur, jo që ka shënuar, edhe ai ka një gjë që është ai gjak ftohtë, domethënë ai edhe veprimet që i bën. Ka probleme me karakterin, domethënë që zihet, ka probleme me trajnerin këto. Fare, patjetër, po çka ka këtu? Thash një, është një lojtar. Çka ka Silvinjo? Është një lojtar, po thot Ami që është ai trajner që kë kemi ne me atë trequartist siç Presidenti Beshiktasit e bleu plot 11 milion euro. Kur vajti e bleu, e mori me avion privat, i kemi parë të tërë ato. Po si ka mundsi pastaj? Çka ka një problem? Nuk arrit ta kuptoj, ne gjithmonë edhe në konferenca e shtypit i kemi thënë Silvinjo. Dhe si është për Silvinjo? Sigurisht është, ore, Silvinjo thotë që shiko, do t'i vi radha, domethënë është futbollist. Sa vjeç është? Është futbollist. Po çfarë, po shkon 20 sa vjet, 27 vjeç është, domethënë është. Po kur t'i vi radha ti mos e? Po tash. Kur vej 35. Tani, pyetja ime është, si një trajner brazilian mund të përballojë një ndeshje kur luan kombëtare Shqipërisë me Serbinë? Aty duhesh edhe trajneri Rogozhinës apo i Laçit, që të jetë një shqiptar që ta përballojë. Ka se ai s'ka të njëjtat emocione. Landi, pavarësisht se ne bëm një kështu, çdo që të pyesësh nga ata që ndjekin futbollin shqiptar për kombëtaren, domethënë lëvizjet në ekipin kombëtar nga një ndeshje në tjetrën mund të jenë 1 ose 2 lojtarë. 11-ja, pak a shumë ajo. Është pak a shumë. Domethënë, vetëm kur kemi probleme, shkojmë në varësi, mund që dëmtohet dikush, që nuk luan Smajli, mund të luajë Kumblla ose mund të luajë një tjetër. Vetëm në raste të caktuara diskutohet nganjëherë sipas kombëtares diskutohet Ivan Balliu me Ilse Tysen, në Krahun e Majt dihet, Qendra dihet, me Sushor dihen. Sulmi ka qenë në varësi kur Broja është i dëmtuar, normalisht kemi probleme, kupton? Sepse faktikisht edhe Daku, po do të thuaj Armando Broja do jetë me në sulm me Reimanën. Me Reimanën, po. Reimanën po. Mendoj që do jetë. Tani ekipi serb është dhe një kohësi derisa të dali. Tani, përpara se të komentojmë ekipin serb, presidenti Vučić në një takim me kombëtarin e Serbisë tha që shkoni në Shqipëri dhe fitoni. Ky ishte nxitje për luftë, në thojza, apo motivim? Si e morët këtë? Tani, kjo është ashtu siç bën presidenti Vučić, që dhe presidenti Vučić nuk është burr më i mirë se tërë ata tifozat, domethënë për mendimin tim, sepse edhe kjo pyetje, edhe ky ultimatum që ja jep një trajneri, ndërkohë që trajneri e ka marrë me sportivitet, sepse këtë gjë e di po sigurisht, po pse nuk Stojković, po pse nuk e di, është futbollist i mirë, po as nuk diskutohet. Po si trajner shumë edhe si trajner, po me ka çuar, fakti është që me Serbinë ka bërë shumë mirë. Edhe pse brezi lojtarëve nuk është nga më të mirët. Ky nuk është nga më të mirë. Ti marr me radhë. Tani ti marr me radhë. Për portierët, Rajković, Petrović, Jovanović, Rosić. Shiko, të tërë, thash herë, domethënë në krahasim me Serbinë, kur them me Serbinë, nuk llogaris Serbinë e madhe, domethënë sepse Serbia historikisht kur ishte bashkë me Kroacinë me këto, ishte Jugosllavia, ishte tjetër gjë. Ishte tjetër gjë. Po Serbi. Tani kjo Serbi normalisht për mua nuk është aq e madhe, domethënë përjashto, domethënë për shembull. Mirë, jo, ti marrim domethënë nga portierët, ka ndonjë që spikat? Kush është titullar? Po është ky Rajković. Me kë luan? Mos gaboj luan në kampionatin serb. Po. Vinte mbrojtësit. Pavlović i Milanit. Po. Ai ishte i miri. Ai ishte i sigurt me se. Normal. Si vlerëson atë? Pse bëre kështu? Po pëlqen? Jo se s'm pëlqen, por fakti është se domethënë kur më përmend një lojtar të Milanit, domethënë të kaputet shpirti. Jo më kaputet, edhe pse jam me Milan, mendoj që po unë jam me Milanin pikërisht sepse ka disa emra aty brenda, sepse domethënë edhe kur vjen puna, jo më të mirë se sa. Edhe kur vjen puna prapë Milani prap çalon. Shiko, nuk çalon ekipi, po spati, domethënë ka diçka. Nga sona me Milanit, tani duaj deklarat tënden. Iglitare, drejtori Milanit. Di si tha një kolegu im këtu, po ti ishte me punë në Shqipëri Iglitare, do ishte as shef sektori, tha, në Ministrinë e Kulturës dhe të Sporteve, tha etj se ç'është një.
shiko, Milani është një brand dhe një emër shumë i madh, Landi. Shumë i madh. Mbas 15 Champions League-ave të, unë e përmend gjithmonë, mbas 15 Champions League-ave të Realit Madridit, Milani është me 7 Champions League, pastaj vjen Liverpooli dhe Bayerni me 6. Interi më pak, sigurisht e Juve këto tjera të City llogaritën fare. Por Milani është në vend dytë me 7 Champions League. Që do të thotë, është një emër shumë i madh. I quotuar. Mund të kesh qenë drejtori i Lazios. Ka bërë shumë mirë me Lazion, sepse fakti është që ka dalë drejtori më i mirë i Serie A, nuk të nxjerr njeri se je bjond, apo je i bukur, apo je nga Shqipëria, ato t'i japin etiketimin për punën që ke bërë, sepse mund të ketë pasur në punë, siç ka në çdo vend, edhe dështime, por të marrësh lojtar me 500.000 euro, e ti shesës nga 20 milion nga 30 milion, sigurisht që kjo është marketing për sa i përket. Aftësi. Tani ku është ndryshimi? Me Milani ka. Tani ndryshimi është sepse unë mjafton t'ju them vetëm një gjë. Çdo drejtor ke Milani e ka pasur rrogën gjithmonë mbi 3-4 milion euro. Mbi 3-4 në vit, në sezon. Çdo drejtor si punë e Iglit. Tani Igli për shkak të një realizimit të një ëndre të madhe dhe realizimit që tha mu realizua, sepse ne ëndre fëmijërisë. Edhe te Panorama Sport ne kemi botuar, domethënë kemi botuar shkrimin që Igli e kishte, domethënë, realizimi një ëndre, sigurisht në momenti që ishte në Itali dhe kur ishte ke Lazio, sepse kur je ke Lazio, ti e mendon njësë pas nesër një drejtor edhe ke Juve, edhe ke Inter, edhe ke Milani. Flas ke emrat e mëdhenj. Sepse Lazio nuk ka krahasim me një emër të madh siç është Milani. Dhe sa e ka rrogën tani Igli? Igli ka bërë një kontratë 2 vjeçare me një rrogë 800.000 euro në vit. Po pse kaq pak? Po tani kjo kompromisi është bërë atje. Ka ulur pagën? Kompromisi është bërë atje sepse e para punës herë dhe Milani ka probleme. Domethënë Milani nuk ta kishte 3-4 milionë euro. Milan, domethënë ai ka pranuar këtë gjë sepse mjafton, domethënë thashë kjo mund të jetë në plan të dytë. E kuptoj. Pavarësisht ana financiare. Ti parashikoj që ai të ketë sukses? Tani un parashikoj sepse ai direkt ka filluar punën, ditën e hënë është bërë prezantimi. Për mbar kombin shqiptar është një nder shumë i madh që një legjendë e futbollit shqiptar dhe kombëtare shqiptare, mbas eksperiencës si futbollist me skuadrat në Serie A, mbas eksperiencës drejtor i një skuadre si është Lazio, që dhe ajo është emër, të shkosh ke Milani për mua është një ëndër e realizuar e një legjende të futbollit shqiptar. Dhe këtë Igli tashmë e ka bërë realitet. Ditën e hënë ai është prezantuar para skuadrës, ka filluar punën, puna kryesore. Çka kënaqësi e ti. Igli Urime, Roland, faleminderit për qafime. Një komunikim nga më të rrallë, domethënë çka krenarie është një bashkom mbas yti. Për më tepër që unë vllajin e Iglit Auroni kemi qenë shok edhe sigurisht ne unë kam respekt edhe për babain për Isai. Por e majmon që të vogël kur vinte dhe lunin ato 10 minuta në pushim të ndezës, kujtohet? I ke parë? Di, as po të thuaj edhe. Dhe çfarë krenarie është që ky iglitar e ti dhe është të arrit drejtori Milanit. Dhe është një kënaqësi shumë e madhe. Ka filluar direkt punën sepse Milani sigurisht që ka probleme. Domethënë edicioni quhet pothuajse i dështuar. Po, jo, iglitari do ketë sukses apo jo? Unë do them, unë them që do ketë sukses. Do ketë sukses, thash një herë. Ka filluar punën dhe ai trajneri që mendoj unë mund të jetë Allegri. Allegri. Domethënë as nuk e diskutoj sepse diskutohej Vincenzo Italiano, trajneri aktual i Bolonjës. Por nga lajmet që vinë nga vendi i fqinj, duket se ka rifreskuar kontratën me Bolonjën, e cila po bën shumë mirë në Serie A. Allegri është shumë mirë. Po nuk diskutohet fare, më kupton sepse fjala jote në vesh të Perëndis. Dhe them, por ndërkohë ka shumë probleme, sepse duhet të mbaj aktualisht lojtarë, për shembull, Teo Hernandez, Leao, janë disa futbollista që kërkojnë nga shumë klube. Edhe Rangers. Po, normal, po mora këta që duhet të janë gati me valigje. Të ndihmi ndaj milionave, sepse ata sigurisht janë që skuadra ka nevojë për reformim, dhe ai ka të gjitha, sepse mua më pëlqen zgjuarësia e Iglit, është një lojtar, ka kreativitet, sepse ka fantazi. Edhe si lojtar, edhe si futbollist, domethënë ka diçka Landi, me performancën që ka pasur Igli, është një lojtar shtat lart dhe normalisht lojtarët shtat lart kanë problematikën e tyre për sa i përket përshtatjes në fushë, sepse vetë statura është e tillë që shikon, domethënë kupton, ndajherë themi
për një lojtar gjatë, po mëse ky vetëm me kokë nuk pason dot ande këtej Igli, të gjitha gjërat i ka pasur. Por ajo që ka qenë me veçantë Iglit është inteligjenca për sa i përket momentit që ka pasur, sepse ti marrësh me 500.000 euro, e ti shesësh me nga 20 milion euro, këto janë gjëra të dokumentuar ke Lazio. Pavarësisht se gjërat pasaj nuk e di si shkuan më vonë dhe presidenti Lazio ishte ato të Okej, tani, kthehemi edhe një herë te këtu. Cilët futbollist vlerëson te ekipi serb? Pra jem te mbrojtja Pavlović, se aty mbetëm ne. Normal. Tjetër kush është? Simić? Po. Me kë luan? Po, shiko, shumica këtyre luajnë kampionat serb? Shumica këtyre luajnë kampionatin serb. Mileković? Po. Mileković mos gaboj luan në Francë. Në Francë. Luan në Francë. Tani, mes fushor. Kë vlerëson më shumë? Samardžić me kë luan? Serbi komplet. Serbi, ë? Këtë, po, ky është i mirë, ky Gudel, ky Nemaja Gudel. Nemaja Gudel. Po. Me kë luan? Serbi dhe ky Serbi, po. Stanić, po. Shiko, nga të tërë këta. Po me Milinković Savić? Po pra në Francë. Po është? Në Francë. Jo se kam këtu. Më falë, ka shkuar në Arabi. Në Arabi, po se ka marrë. Po si duket e se ka marrë. Po. Kjo është habitshme kjo. Tani, në sulmus. Foli çik për këtë, Luka Jović i Milanit prap, dhe përbindëshi Dušan Vlahović. Foli çik për këtë. Tani ky është Ky të rast petllën ky. Jo, ky të rast petllën. Çdo mbajtë më. Ky të rast petllën, po unë personalisht pritshmëritë e këtij kam më të mëdha. Domethënë i shoh çik më të mëdha. Domethënë duhet karakteri keq? Është i çik, domethënë jo, flas duhet të jetë akoma më i egër, si thonë, vëllai. Po pra, dhe është problematik. Shumë ashtu. Ai do ketë probleme me edhe tifoza, duhen pak lajme, do luaj keq. Sigurisht. Tani, por ndeshja është futboll. Landi, më thënë, ajo që unë për shembull këtu e shikoj një ndeshje normale, më thënë të garantoj 100%. Tani, të lutem regjia, ma kthe edhe një herë Shqipërinë, se do të bëj një pyetje $1 milion. Kush jo Shqipërinë kombëtar. Kush shënon gol? Shiko, është një ndeshje e para punës një herë, na duhet fitoria, nuk asgjë rezultat tjetër për ne është dështim. Do të thënë, nëse ne nuk fitojmë, është dështim. Nuk humbasim shansen për botën. Nuk ka. Nëse fitojmë? Nëse fitojmë, po. Kemi mundësi për të shkuar. Sepse ka një gjë. Po, ne shkojmë. Ne fitojmë këtu me Serbinë, po, dhe duhet shkosh për të mos u mundur. Ore, për të fituar, po për mos u mundur. Në Letoni? Sepse ne për... Flas në Serbinë. Në Serbinë, ndeshen në tetor. Landi ka një gjë. Shiko, edhe Andorra, edhe Letonia kanë rëndësinë e vet. Po sigurisht. Dhe Anglia, unë e kam thënë, dhe Anglia, se ka diçka. Ti umbet, sa umbet. Shiko, ti mund të lesh 6 pikë me Anglinë, ndërkohë që Serbia mund të lej 3 pikë atje dhe mund të marrë një barazim. Merr një barazim, ka rëndësi. Tani, ne garën e kemi me të tëra skuadrat, që nga Anglia, që nga se... Tani, garën direkt me Serbinë, e di si e kemi? Me Serbinë e kemi që 2 ndeshje kemi ne. Edhe këtë e kuptojnë të tërë. Baza. Që do të thotë, një në Tiranë, një në Serbi. Këtu fito? Ne duhet që në takimet ballë për ballë, të cilat mund të dalin dhe 0-0 dhe 1-1, duhet ta kemi gjithmonë, duhet të jemi sipër Serbisë në ballavaqimin drejt për së drejti. Që të kaloj. Që do të thotë, nuk ose mund të dalin barazim, fitoj Serbia atje, ne jemi poshtë Serbisë. Se i bie pasaj të rafi Mangdim. Më fal, i bie të mundi Mangdim pasaj. Po pra, parashikimi yt sa del ndeshja. Prapë se prapi. Shiko, unë ndeshjen e shikoj me rezultat 2-1 fiton Shqipëria. Fiton Shqipëria? Për mua. 2-1 Tami Kona për Shqipërinë. Armando Broja dhe një lojtar tjetër që mendoj unë që do bëj gol është Kristian Aslani. Kristian Aslani? Po. Dhe këtë gol mendoj që do ta bëj me penallti. Sa e bukur kjo. Tani, kur të bëj gol Shqipëria në atë moment, çfarë do bësh ti? Mund ma thosh këtu, çfarë do bësh ti? Tani. Jo, këtu Tami Kona. Ka një gjë. Jo, këtu. Shikoj, nuk e parashikon dot. Se çfarë mund të bësh? Më ka arritur deri nga vitet 2000, ç'mendesh? I kisha gjërat, domethënë, kupton, pavarësisht se mbas 90-s, për shkak të profesionit, kam parë shumë ndeshje, domethënë, vetëm ka një gjë. Jo, po të them, shiko. Vetëm t'ju them, kam parë 9 finale në Champions League direkt në stadium.
Nën finale Champions League. Nën finale. Evenimenti më i madh për mua në futbollin evropian dhe botror është një finale Champions League-s. Këtë e them pa doreza. Kampionat botror, ndeshje nuk kam parë. Eliminatorë evropiani, fal Shqipërisë edhe kush kam qenë Shqipëria kam parë. Ke parë. Finale nuk kam parë. Nuk e parë. Por nuk e krahasoj. Parë thot për stadiumore, jo në televizor, se ne të rinj, adoleshentë viteve 80 gati thoshim që kur nuk shkon në stadium, nuk quhet që ke parë ndeshjen. Nën finalet e Champions League-s. Nën finale. Domethënë finalja e parë e Champions League-s ka qenë me Milan Barcelona në Athinë.